Gjua sërbe përçan Malin e Zi. Çështjet e identitetit Malit Zi u hapën sërish debati për gjuhën, shtetësinë dhe flamurin, i nxitur nga Partia Popullore Demokratike pro-sërbe Milana Knežević, në kohën kur Mali i Zi po shënon përparim në procesin e integrimit evropian. Pikërisht për këto çështje, DNP-ja u largua nga qeveria ndose mjetesa, nuk u vënë rrezik rrjedhimisht qeveria e kryeministit Miloj Kospajic që vazhdon të ketë shumicën parlamentare dhe pa DNP-n. Nikoleta Gjukanović, ligjëruese në Universitetin Donja Gorica në Podgoricë, vlerësoi për Radion Evropa e Lirë nxitjen e paqëndrueshmërisë politike dhe problematizimin e çështjeve të identitetit, synojnë të ndikojnë në procesin e integrimeve evropiane. Mendoj se këtu bëhet më shumë fjalë për ndikim nga Beogradi sesa për nevojë reale dhe se këto çështje të vendosen në plan të parë, thot ajo. DNP-ja u largua nga pushteti lokal edhe në Podgorica, ajo kërkon ndryshime kushtetuese për të bërë gjuhën sërbe gjuhë zyrtare, si dhe miratinë e ligjit për shtetësinë, i cili do mundsonte shtetësi dyfish pa të drejtë vote për personat që jetojnë në Serbi, po që janë me origjinë nga Mali i Zi.